cilat janë disa prej karakteristikave që Mirlinda i dën të partneri vet? I gjatë, me mjekër, pak mjekër. Unë 1.80 moshkull e do të manal. I gjatë, pak të mbilesone. Po basi. Du të me ka një person që din edhe çka don për jetës, e din edhe çka don për partnerit, edhe një person që edhe mirë kupton, edhe që mbeson, që nuk paragjykon ose që nuk shfar xhelozi, ndoshta për faktin që unë konsiderona, themi një femër seksi e bukur, me karrierë, ndoshta mos më pengu qasja që unë kam edhe me kolegë, me shok, me shoqni, këto gjana. Ftyrë publike atë në vend? Ftyrë publike s'kisha pas qef heq do me thonë ftyrë publike. Jo për këtë arsye, po nuk e di pse asnjëherë nuk e kum pas në qëllim me pas raporte lidhje diçka me ftyra publike. Nuk më ka pëlqyer thjesht. A të shkruajnë ftyrat publike ose atë ka ndodhur me të shkruar ndaj kontor ose dikush? Po sa që më ka ro shumë, po, ndoshta, ndaj kush aty të. A do me zbulu na jamën? Jo, tamam. Do mi mojt raportet mirë me krejt? Raportet friendly me krejt. Po qëndroj edhe pak të partneri yt, me postë apo jo? S'është e domosdoshme. Për shembull, ai kishte një partner që e ka një goll dësh edhe punon mba ushtell. Goll dësh. Ai më pas pak pyetje. Çfarë? Unë e potencoj gjithmonë që përderisa unë si Mirlind e kam mundësinë me zgjedh, unë normal që kam me zgjedh një person që i ka kushtet e mira ekonomike. Po pse e mund të përgjigjem?